fshat i pason me lagjet e asfaltuara. Në vitin e kaluar, në fshatin Pason, drejt Rashanit të Mitrovicës, janë asfaltuar 2 segmentet e rrugës me gjatësi prej 2600 metra. Si vjet janë duke u asfaltuar edhe 3000 metra të tjera. Kompania Jehona nga Malisheva është duke zhvilluar punimet në asfaltimin e rrugëve lokale të lagjës Zahiti e Dauti të fshatit Pason me gjatësi prej 3100 metrave. Kjo kompani, ditë më parë, ka përfunduar punimet me asfaltim të rrugës lokale në fshatin Sfaraqak me vlerë prej 91.000 euro, si dhe në fshatin Banjsk me vlerë prej 46.000 euro. Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Pason ka kushtuar 120.000 euro, thot drejtori në drejtorinë komunale të prokurimit Fadil Muzaqi. Nënkryetari i komunës, zotëri Dibrand Përquku, ka inspektuar punimet e këtyre rrugëve të fshatit duke bashkëbiseduar edhe me fshatarët e asaj ane. Është orientim i drejtuesve të komunës investimin në fshatrat për të ndaluar migrimin drejt qytetit, ka thënë Përquku. Është e vërtetë se qeveria komunale dhe kryetari i komunës i kanë dhënë rëndësi shumë të madhe infrastrukturës rrugore nëpër fshatra. Qëllimi jonë është të ndalim migrimin në qytet, se në gjitha fshatrat tjera dhe në fshatin Pason është investuar shumë. Vitin e kaluar i shtruar 2 segmente të rrugës Pason-Rashan, njëra ka qenë në gjatësi 1250 metra, e tjetra 1350 metra. Gjithashtu në lagjen Salihu u shtruar një rrugë 600 metra, si vjet e është tu punuar në shtruarjen e rrugëve në tjera të lagje. Vitin e kaluar gjithashtu kena ndërtuar edhe një ambulancë. Momentalisht kompania Jehona është tu punuar në lagjet Zahiti, Dauti, Sadiko, Jashari dhe Janusi. Arsimtari nga ky fshat, Ragib Zymeri, thotë që ndërtimi i rrugës të fshatit hap perspektivën për të ardhmen e banorëve të fshatit. Banorët e fshatit kanë shtuar dëshimin për të jetuar në fshat, pasi tani rruga po asfaltohet, shprehet Zymeri. Ai me emër të banorëve të fshatit ka kërkuar që të vazhdohet viteve të ardhshme me projekte të reja. Falenderojmë pushtetin lokal për rregullim të ambulancës dhe rrugëve të fshatit. Gjersa ka mbetur problem uji i pishëm, por që shpresojmë që edhe këtë problem ta zgjidhin. Fshatari Hamdi Ferizi ka kërkuar nga nënkryetari i komunës që të shqyrtojë mundësinë për zgjerimin e asfaltimit të udhkryqit të kësaj rruge, e cila shkurton në masë të madhe rrugën drejt qytetit. Jemi të kënaqur me rrugën, pasi kemi hjekur shumë me banorët e fshatit, shprehet Ferizi.